kjo gjenerat e re, apo në qeverisjen e këtij vendi, do të përballet me një proces zgjedhor. Dhe në qoftë se ky proces zgjedhor nuk do të ketë rregulla ndryshe nga ato që neve kemi sot, natyrisht që do të jetë shumë e zorshme që të arrihet objektivi që sapo tham. E lën Shqipëria me 12 njësi zgjedhore, kështu siç është, me lista të hapura vetëm në 2/3 e tyre, me formulën tonë që përdoret për ndarjen e subjekteve e mandateve midis kandidatëve të subjekteve zgjedhore, zorë se mundet alternativat e reja të fitojnë mandate ashtu siç do dëshirojë qytetari. Prandaj duhet patjetër të bëhet ndryshimi, dhe është koha që ky ndryshim duhet bërë sot për të paraprirë zhvillimi e sukses të fazës përfundimtare të kësaj që tashmë ka nisur pra me reformën gjithë qytetare, me protestën gjithë qytetare, e cila nga Tirana patjetër që s'ka pse mos të shumohet si e tillë në gjithë vendin dhe të ngrej frymën e madhe për ndryshimin që duhet të sjellë.